Pjesëmarrja dhe organizimi i Defender Europe 2025 po konsiderohet si hap përafrues i Kosovës drejt strukturave ushtarake euroatlantike, sipas ekspertëve të sigurisë. Koloneli në pension i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Afrin Veseli, thotë se pjesëmarrja e FSK-s në këtë ushtrim e shkurton rrugën e Kosovës drejt antarësimit në NATO. Amerika dhe ushtria amerikane na i ka hapur dyert edhe me këtë rast, me pranimin e Forcës Sigurisë Kosovës në këtë ushtrim edhe përzgjedhjen e territorit të Kosovës për mbajtjen të ushtrimit. Pra, në Gjakova është i dislokuar me komanda e divizionit 28 amerikan. E kjo do të na ndihmonte shumë që rruga për antarësim në NATO të jetë edhe më shkurt. Veseli shton se ushtrimi do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin profesional të Forcës së Sigurisë. Aspektin profesional të zhvillimit të forcës, ky ushtrim do të ndikon shumë, sepse gjatë këtij ushtrimi do të shohim përvoja, do të marrim përvoja nga ushtria amerikane dhe ushtritë e tjera të NATO-s që janë pjesëmarrëse. Po ashtu sistemet e armëve të reja që Kosova është furnizuar kohën e fundit, ndër vite do të kenë mundësi të aplikojnë, të përdorin. Ish atashe ushtarak në Shtetet e Bashkuara, Xhavet Gashi, thekson se mbështetja e vazhdueshme e SBA-ve dhe pjesëmarrja e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Defender Europe e përforcojnë pozitën ndërkombëtare të vendit. Me këtë përfundim të këtij ushtrimi, me validatimin e regjimentit të tretë, ne kalojmë në fazën e fundit të procesit 10 vjeçar të ushtrisë Kosovës. Pra të tranzicionit në ushtrinë e Kosovës. Defender Europe 2025 është stërvitja më e madhe ushtarake shumëkombëshe, e udhëhequr nga SBA-t, me mbi 25.000 trupa nga 29 vende që stërvisin në 18 shtete të Evropës, përfshirë Kosovën, me synim forcimin e gatishmërisë dhe ndërveprimit ushtarak.